Domet materiale që kanë lënë pas zjarri masiv që përfshiu tregun e rrobave të përdorura në 5 maj mbrëmjen e djeshme janë kolosale. Njëri prej pronarëve që ju shkrumbua dyqani në magazinat e 5 majit deklaron se zjarri ka ardhur nga panelet e dritave, ndërsa fajson strukturat për ngjarjen. Ai thot për mediat se dëmi nga zjarri për dyqanin e tij shkon 200 milion lek, ndërkohë ai shton se biznesin se kishte të siguruar pasi nuk plotësonte kriteret për të siguruar. Biznesmenët shprehen të zhgënjur nga ndërhyrja e forcave zjarrfikse, duke thënë se kapanonet e tjerë përveç atij nga nisën flakët mund të ishin shpëtuar. Unë kam pasur dyqanin më të vogël këtu, vlera e mallit sa të duash mbi 200 milion lek. Po të tjerët që kanë më shumë. Unë tregtoja çorape, geta e streçe. Vajza ime kishte 2 dyqane. U bë pallati dhe na sollën këtu. Jemi në qell të hapur. Nuk na kanë kërkuar të largohemi. I bën kapanonet me gjithë bashkinë, u lidhën me bashkinë, dyqanet janë shkrumbuar plotësisht. Nuk na i siguronin. Kemi shkuar te sigurimet, nuk e merrnin përsipër me këtë lloj ndërtimi këtu. Unë paguaja 517.000 lek qira. Vajza mbi 1 milion lek. Kërkojmë të verifikohet, nuk ka ardhur zjarri nga ne, por për faj të këtyre, te panelet. I pam në kamera, pa kohë kemi këtu te kjo zonë, gjithë jetën tonë me këto jemi marrë. Qarkullojnë fjalë se këtu do ndërtohen pallate, ndaj kjo mund të jetë dhe një prej arsyeve të zjarrit. Tregon ndër të tjera njëri prej pronarëve të dyqaneve që u dogjën.